Ivanka ka qenë edhe herë tjetër në Shqipëri, është ulë mes restorantit, ka hëngër drek dhe s'ka pas absolutisht asnjë lloj problemi se s'e ka njoh njeria që është ajo. Se nuk është person publik. Nuk ka funksion. Po ky e bëri gjoja të fshet, po nga ana tjetër nxorri gjithë policinë, myti Vlorën me polici, me makina shoqërimi, shkoi edhe vet, dhe gjoja kjo ishte loja që bëri Rama. Rama në mënyrë kategorike, për u them edhe herë, Rama në mënyrë kategorike nuk e kalon oqeanin. Rama në Amerikë nuk shkon. Shtëpi Bardh, Rama nuk arrin do të takoj rojen e shtëpisë Bardh, do të takoj njëri në administratës Trump. Ta harroj një herë për gjithmonë. Rama mund të shkojë në Amerikë vetëm para drejtësisë amerikane. Nëse shkon, do shkojë para drejtësisë amerikane. Kjo është taksative. Unë nuk di se kur. Unë sa herë më shpyetu, unë kam thënë data nuk di gjë, se di unë se kur e ndodh. Por e vërteta është që Rama, jo vetëm Rama, po të them, nuk e kalon dot. Ta harroj. Sa i përket qëndrimit që pati presidenti amerikan Donald Trump, ku deklaroi në Davos se janë 2-3 lider të tjerë që unë nuk i duroj dot dhe nuk i shoh dot këtu, a mendoni se një prej tyre mund të ketë qenë Edi Rama në perceptimin ose në vetë atë çfarë ka dashur të thotë Trumpi, edhe pse ju e thatë pak a shumë pak më parë? Në lëvizjet politike apo diplomatike u lut me Vjosa Osmanin. Unë kam thënë që gjithë vëmendja ka shku në Kosovë. Dhe për të qenë pjesë qoftë edhe e kashillikut të serbëve, qoftë edhe për të thënë që ishte Shqipëria në tavolinë. Pra ta konsiderojmë Kosovën dhe Shqipërinë, se Kosova e Shqipërisë, domethënë pjesë krajinë e Shqipërisë. Dhe u lut në këto dy forma, në të njëjtën kohë që ajo që Trumpi e deklaroi që ta ka lider që cilët unë nuk dua t'i shoh me sy. I pari është Rama që nuk do ta shohim me sy. Jeni të bindur për këtë. Thash edhe një herë. Nuk e diskutoj këtë pjesë. Dhe thirrja Vjosa Osmanin pastaj tregoi që ai veprim tregoi që ti nuk je këtë tryezë. Nuk mund të firmosi Rama me Trumpin në një tavolinë. Dhe po ta veni re, të gjithë lëvizjet që Rama është munduar të bëj, ka qenë takimi që u bë i NATO-s, ku sekretari përgjithshëm i NATO-s në atë takim mori vendet e Ballkanit dhe Ramën kryesisht, se për Ramën e boni ai atë, dhe ja dërgoi Trumpit për t'i prezentuar gjoja vendet e Ballkanit. Në atë moment Rama u bë shenjë dhe Rama ka hikur. E keni të filmuar. Rama është shkëputur nga grupi dhe ka hik, sepse u bë shenja Ramës për t'u larguar. Nuk mund të pranojë presidenti i Amerikës një person i cili tallet, bë barsaleta, bën sarkazma me vetë emrin e presidentit. Dhe këto lloj deklarata që ai ka bërë, siç e bëri me Macronin, të stisura, të bëra gati për t'i bërë këto nuk mund t'i ka përcej dot një njeri. Vërtet, herën e parë, ai e bëri, se ka dhe të mirë, ai i bën pastaj i lëpin. E kupton? Se nuk mundet, se është edhe paradoksale. Domethënë, ti del dhe i shan babën dhe gocën e thret për darkë, te i shan babën. A ka qenë Rama që ka thënë që Trumpi është e keqja e botës dhe do jetë prishja e marrëdhënieve të Shqipërisë me Amerikën? Në CNN, po. Po pra, ky ka qenë, e ka bërë publikisht, nuk është se po them unë po e sajoj. A ishte ky që u tall me Macronin dhe Macroni kërkoi falje Trumpit për atë, se u dha në media. Nuk është se po e them unë nga kanale të tjera. U dha në media. I kërkoj falje. Po për të gjitha dhe ky sa herë ka bërë një goditje ndaj tij dhe prandaj them që Rama është më i padëshirueshëm, sepse ata e dinë shumë mirë që Rama, atë që unë ja u kam thënë, është portavoce e Sorosit në Europë.
Dhe Rama është i dërguar nga Sorosi. Por çdo deklaratë që bën Rama kundër Trumpit janë deklaratë të Sorosit. Kjo nuk ka diskutim. Se një kryeministër tjetër nuk i bën këto deklarata. Dhe në mediat e botës, qofse vute re kur tall me Macronin, mediat e botës dhe në Amerikë, opozita sidomos në Amerikë, për çfarë përdorë si tha? Deklaroi që tha, një kryeministri i Shqipërisë tallet me Amerikën sepse është Trumpi president. Pra, ata e përdorën politikisht. Pra, vetë të bëjnë, po kush mund ta bënte tjetër atë lloj deklarate përveç se këtij psikopatit? Se po do të, pse e quaj këtë minuk korridoresh? Sepse ky bën këto lloj filmash, mundohet të futet sa ne si ata mi. Pra ne themu këtij minuk korridoresh. Dhe ky vërtet është një minuk korridoresh, ky mundohet të shkojë të gjejë ato brimat për të bërë këtë, për të bërë atë vetëm e vetëm për të qenë. Për të arritur atë qëllimin e vet, por nuk e arrin dot. Ka ngel sharra ngosht këtu. Dhe për ne them që ky e ka taksative vdekjen politike. Se po të shohësh edhe Europa nuk po afrohet më me të. Nuk po ka më ndonjë, e keni pa Melonin më me Ramën? S'është. Pse? Sepse gjithsekush tërhiqet pastaj. Fillojnë tërheqet gjithë. E shohin se si po reagohet. Themi, është presidenti i botës. Në një farë mënyrë. Ai tjetri nuk ta pranon, sado, po nuk ta pranon. Misi mund të ketë me ty, po nuk ta pranoj atë pjesë, se luajnë politikisht. Dhe politikisht dhe diplomatikisht ata se pranojnë dhe pranoj ka filluar dhe distancimi me europianët. Zotë Merkoçi, duke analizuar gjithë, po themi, panoramën e ngjarjeve që kanë ndodhur deri më tani, por edhe ato çfarë po ndodh mes Edi Ramës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, a mendoni se do të ketë një moment që Amerika nuk do t'ja harroj dosjen e Charles McGonigal dhe do shkoj te kjo pikë me hira me pahir, qoftë përmes spakut në Shqipëri, qoftë edhe duke e thirrur atje? Unë kam thënë Rama do ta zgjedhë se ku do e bëj burgu, do e bëj në Shqipëri apo në Amerikë. Po që Rama në Amerikë, jo vetëm për dosjen me Gonigal. Ka dosje për Sinaloa, që është hapur në Amerikë tashmë. Dhe po ta vjen re, ishte rasti i parë që Departamenti i Drejtësisë amerikane boton një dosje në faqen e saj zyrtare, një dosje siç është dosja me Gonigal me emrin e Ramës. S'ka ndodhur ndonjëherë. Por Rama do shkojë në Amerikë dhe do t'japi domethënë llogari para drejtësisë amerikane, nuk diskutohet edhe sikur Rama të merret edhe të dënohet në Shqipëri apo të ngrihet akuza në Shqipëri. Në dosja me Gonigal do dali dikur. Por ajo që është më e keqja është cënimi i sigurisë Amerikës apo edhe i Shqipërisë. Është një nga pikat më kryesore. E para herë që kemi sigurim sepse ky është i lidhur me agjenturën kineze nëpërmjet një kompanie të cilën e ka ndërtuar në Francë dhe nga Franca e kanë çu në Amerikë. Dhe kjo lloj kompanie ka bërë atë që ka bën këtë në këtë lloj gjendje që është sot. Pra zbardhja e saj. Pjesa tjetër është Porti i Durrësit. Porti i Durrësit ju kam thënë që Porti i Durrësit do i haj kokën të gjithëve. Do i haj kokën të gjithëve për një arsye sepse ka prekur sigurinë e NATO-s. Pra të gjithë aferat që janë në Durrës, të gjithë makinacionet që janë në Durrës, mënyra e ndërtimit të atij porti që është në Durrës, që ai ka bërë një krim për sa i përket kulturës shqiptare, se ka qenë një kish aty dhe e ka shëmbur, dhe as më vjen keq që opozita nuk flet fare për këtë. Dhe mënyra e ndërtimit të atij porti, pozicioni i atij porti, dhe ata që janë aty brenda në atë port, qoftë duke përfshirë edhe këtë Alabari. Dhe këtu është prekur siguria e NATO-s, sepse përsupozohesh në atë port që duhet të ishte 82.000 hektarë është 30, nga 82 ka vajt 30.
pretendoj se do vinte flota apo anijet ushtarake të NATO-s për t'u ankuruar. Dhe nuk mund të ankurohen në një port ku janë shumë agjentura brenda, pavarësisht se fshihen me investitore njërën tjetër. Atë që kam thënë që edhe Sazanin nuk e bëjnë dot. Dhe nuk do ta bëjnë dot, nuk do ta bëjnë as Vërnecin as Sazanin, pavarësisht nga vizitat e njërën tjetër në trumbetimet që bëjnë, as Vërneci as Sazanin nuk do preken. Jo se nuk do preken se nuk e marrin, por gjithë problemi bjen te paraja, ku do dalin parat. Parat e hedhura që do bëhet ky ndërtim, 2 miliardë dollar. Kush i ka? Ivanka i ka, si ka. Trumpi mund i ketë, po jo Ivanka. Trumpi s'ket lek për Londrin. Londri vetë si ka. Atëherë kur janë? Atëherë ky njeri që po flitet për pastrim parash, për drogën, për korrupsionin, për këta, janë parë të këtyre dhe ky është i lidhur me grupet siç është Sinaloa apo grupe terroriste të tjera marksiste leniniste që ndodhin nëpër botë, që përdorin drogën. Dhe për ne them nuk e bën. Kështu që në këto kushte jemi. Por Rama do t'japi llogari ose në SPAK ose në Amerikë. Po në Amerikë unë them se do ta japi se s'bën një llogari, pa ajo që është e keqja është se opozita shqiptare në grek gjithmonë opozita shqiptare nuk është e aftë politikisht, e përgatitur politikisht në radhë parë për të bërë rrëzimin e tij. Me të gjithë këto ndodhi që kanë në Shqipëri, me të gjithë këto, domethënë të kesh zëvendës kryeministrin të pandehu, vetë emri i Ramës del në çdo nyje gardiani që ndodh në Shqipëri, nyja gardiani është Edi Rama. Fije të gjitha çojnë te Edi Rama. Qoftë Skaj Kroçati, qoftë dosit që janë hapur në SPAK. Por kemi një opozitë apatike, me ca kalamaj atje. Se ja u kam thënë edhe herë, Brezi 30 vjeçar është ai që ka shkatruar këtë vend dhe do ta shkatrojë këtë vend. Nëse vazhdohet akoma merr me politikë Brezi 30 vjeçar.